Vazhdon të përballet me sfida të mëdha në sektorin energjetik, ndërsa nevojiten miliarda euro investime për të përshpejtuar tranzicionin drejt energjisë së gjelbërt. Këto janë disa nga gjetjet kryesore të raportit të prezantuar nga Instituti GAP. Kosova duhet të përputhet me këtë politikë. Në të njëjtën kohë, demokracitë në shumë zona të botës janë në presion. Qytetarët kërkojnë që edhe pse realiteti po bëhet gjithnjë më komplekse dhe më sfidues, qeveritë të punojnë edhe të garantojnë cilësinë e jetës edhe le të themi të drejtat sociale dhe ekonomike të qytetarëve, kështu që në një farë mënyrë gjithë ky kompleksitet kërkon që edhe shteti të ketë një rol të ri. Raporti identifikon disa pengesa kryesore për zhvillimin e sektorit energjetik, përfshirë ritmin e ngadaltë të zhvillimit të burimeve të ripërtritshme, ekspozimin e eksportuesve kosovar ndaj mekanizmit evropian të karbonit, si dhe mungesën e një mekanizmi vendas për tarifimin e emërtimeve. Mekanizmi i rregullimit të kufirit të karbonit apo CBAM për importet e produkteve me intensitet të lartë të emetimit të karbonit në BE. Më konkretisht, ky mekanizëm prek sektorët si hekuri dhe qeliku, qimento, energjia elektrike, plehrat dhe hidrogjeni. Megjithatë, kapacitetet e energjisë së ripërtritshme kanë shënuar rritje gjatë viteve të fundit. Nga 116 MW për vitin 2018, këto kanë arritur në 330 MW në vitin 2025. Politika industriale dhe edhe rritja e eficiencës, po dhe burimet e ripërtritshme, po veçanërisht rritja e eficiencës në sektorin privat dhe në industri veçanërisht kemi shumë për të bërë dhe në njërin anë ngritja e vetdijes për CBAM, e në të ardhmen për takës të karbonit, dhe në anën tjetër edhe përgatitja dhe e bizneseve është tepër me rëndësi. Kështu edhe me skemen e granteve, të cilën bashkë me Ministrinë e Ekonomisë kemi pasur të lansuar për ngritje të eficiencës së energjisë dhe burimeve të energjisë së ripërtritshme. Duke u bazuar edhe në prezantimet që i dëgjuam së bashku, është vërtetur edhe një mungesë informacionit dhe natyrisht edhe agilitetit të bizneseve në aplikim. Raporti vlerëson se një politikë industriale e gjelbërt do të ndihmonte në përmirësimin e sigurisë energjetike, uljen e emetimeve të gazrave serë, rritjen e konkurrueshmërisë së industrisë dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Sipas strategjisë së energjisë për realizimin e tranzicionit të gjelbërt gjatë dekadës së ardhshme, nevojiten rreth 3 miliard euro investime, ndërsa Banka Botërore vlerëson se deri në vitin 2050 kostoja totale e tranzicionit energjetik në Kosovë mund të arrijë në 4.7 miliard euro.